Kemi lajme të shkëlqyeshme për Kosovën në fund të samitit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe pas diskutimeve intenzive me partnerët tanë, u mor vendimi që të gjitha masat t'i hiqen Kosovës, ku një pjesë e madhe hiqet sot, kurse pjesa tjetër në fund janarit. Kjo grup ka qenë jashtëzakonshme sot. I ka zhblloku të gjitha fondet e bllokume për kaq kohë. Dhe lese që a thot kemi lajme, se s'kemi lajme, ka kjo lajme dhe është mërita kësaj 100% bravo të qoftë, ti e di që unë s'të du, po të vërtetën duhet me thonë. Faleminderit natyrisht edhe Edit edhe Shqipërisë për përkrajen, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka bërë një punë të shkëlqyeshme, na ka dhënë premtimin në vizitën e saj të fundit dhe sot tha që atë premtim që e kam dhënë e mbaj. Rrjedhimisht edhe fondet do të zhbllokohen, një pjesë shumë e madhe me njëherë, kurse pjesa tjetër në fund të janarit. Është lajm i shkëlqyeshëm për gjithë qytetarët e Kosovës, të cilët përfitojnë drejt për drejt nga këto fonde, dhe shpresoj shumë që edhe në të ardhmen do të kemi lajme edhe më të mira, sidomos sa i përket procesit të antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, por ky samit ka qenë vërtet i suksesshëm për ne, pra jo vetëm një pjesë, por vendimi është marrë për të gjitha masat, një pjesë hyn në fuqi tani, pjesa tjetër në fund të janarit, por me rëndësi është që vendimi është marrë dhe do të vazhdojmë të punojmë shumë afër me partnerët tanë në mënyrë që Kosova të ecën përpara.